Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takojmë së bashku në rubrikën Intervistë. Sot do të mësojmë më shumë mbi Ulqin Trail, një event sportiv që po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje dhe që bashkon ata dashamirët e natyrës dhe vrapimit në një përjetim të veçantë në Ulqin. Për të na treguar më shumë rreth organizimit të këtij aktiviteti dhe çfarë pritet nga edicioni i këtij viti, pra 2026, ne sot kemi të ftuar Dom Gabriel Grebanica, të cilin dua ta falenderoj shumë që çdo herë pranon ftesën e televizionit të Bojnë me Kënaqësi për të mësuar më shumë, për të përcjellë tek shikuesit më shumë mbi organizimet që bëhen në Ulqin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë me bashkënda eksperiencat tona të mia të për Ulqinin këto në Malësi dhe për shiquesit e TV Bojnit. Si fillim të mësojmë se si lindi ideja për Ulqin Trail dhe si e niset këtë iniciativë. Ulqini ka shumë aktivitete, ndërto futbolli, karate, disa sporte që janë tash tradicionale. Kam pas mungon një aktivitet natyrë, një aktivitet sfide, vrapimin vetveten është edhe sfidë, por është edhe shijimi natyrës. Në këtë hapësirë, në këtë mungesë të këtij sporti, atëherë si gjithmonë, si dashamiri i sporteve dhe i promovimit të Ulqinit, po edhe për një jetë shëndetshme të fëmijëve, të rinisë, popullatës, ka lind ideja që ne të jemi organizatorë të edicionit 5 të Trail Ulqin. Si kanë qenë për ju këto vite të kaluara, si ka ecur e gjitha organizimi, pjesëmarrja? Përderisa nuk kanë pas një traditë tillë, normal për me fillu diçka i ka sfidat e veta, pastaj ata të cilët dyshojnë në vrapim dhe nuk janë dashamirë të ecjes dhe të vrapimit paragjykojnë, por si gjithmonë ja kena dalë sepse kam një ekip mrekullueshëm, rinin mënyrë të veçantë, e kur i kam rinin me vete nuk kam frikë si deshtoj, kështu që çdo vit ka qenë i veçantë, e besoj që edhe këtë vit do të jetë edhe më i veçantë, sepse është një mini jubile 5 vite së bashku. Pra pikërisht deshta që të ndalem këtu tek ky edicion, do të thotë edicioni i 5, çfarë është ajo që bën të veçantë përpos jubileut, ka diçka, ndonjë risi tjetër, dhe kur kanë filluar ato regjistrimet? Regjistrimet janë tash sa muaj, kanë përfunduar në fakt, sepse për shkak të përgatitjeve. Risia tjetër është se do të bëhet pasditje, me thonë ashtu mramje, ku dielli shkon drejt perëndimit dhe Ulqini në atë periudhë ditore është jashtëzakonisht i bukur, domethënë deti, dielli duke perëndu, shtegu merr ngjyra të ndryshme sepse rrezet e diellit depërtojnë për ato shkurrë dhe ato pishet të cilat gjenden gjatë shtegut, kështu që do të jetë diçka veçantë sepse bëhet në mramje, jo me kushte nate, por me kushte perëndimi diellit që Ulqini tash do të identifikohet në këtë pamje. Po krahasuar me vitet e kaluara, a pritet rritje e numrit të pjesëmarrësve këtë vit? Kur jemi 2 shifror, jemi të lumtur, kur shkojmë në 3 shifror, jemi maksimal, kështu që për kapacitetin tonë, organizimin tonë, kur shkon numri mbi 100 veç është maksimale. Natyrisht ne s'kemi eksperiencë të 1000 e sipër, por nuk pretendojmë gjithmonë të jemi mbi 100, pastaj ku përfundon numri, si vjet jemi të regjistruar me 145 vrapues. Pa i përjashtu organizator të rinin, animator të cilët do ta bëjnë një dizajn bukur të organizimit, dhe risia tjetër është edhe do të kemi një band muzikor në mbrëmje apo jo pas përfundimit? Duke filluar nga starti deri pas kryerjes së garës, se do të vazhdojnë varet prej disponimit të dëgjuesve. Po nga cilat vende pritën pjesëmarrës dhe ka interes nga jashtë Malizi? Po, interesi për Ulqinin është më shumë nga jashtë, do të thonë më shumë të kemi nga Shqipëria dhe Kosova. Kemi një grup vogël nga Ulqini, kemi pak më tepër se viteve tjera, kështu që Ulqini ka filluar që të integrohet në këtë sport ose në këtë ofertë që ne si Kishë Katolike ja kemi bë qytetit tonë. Tash si gjithmonë jemi
para festave të 1 majit, ku Ulqini është pikë ose është i fokusuar gjithë rajoni që të jetë pjesëmarrës në festat e 1 majit, ne gjithmonë i ofrojmë një mundësi tjetër, jo vetëm në 1 maj, por edhe para 1 majit ose pas 1 majit. Kështu që fokusi është më i madh, interesimi është më i madh nga Kosova, Shqipëria. Kemi diçka edhe nga Ulqini, natyrisht nuk na mungojnë ata prekrasit tanë nga Malësia, janë gjithmonë ata që e duan vrapimin, që e dojnë aktivitetin, janë edhe të pranishëm. Por do thotë Kosova dhe Shqipëria ka më së shumti pjesëmarrës apo jo? Po, ata dojnë shumë Ulqinin, pastaj e dojnë vrapin. Kosova është në një ekspansion të organizimeve të vrapimeve të trail të ndryshëm, për shembull Peja, Prishtina, Gjilani, Tharanda, secili qytet e ka nga një aktivitet, kështu që kalendari i ynë ose Trail Ulqin hyn në kalendarin e gjitha vrapimeve që ndodhin në territorin shqiptare. Edhe janë shumë të interesuar për Trail Ulqin, sepse shtegu i tij është i veçantë, jo unë si organizator, por e thon ata, edhe do të ishte mirë që ata të ishin në intervista dhe me tregu se është unik, sepse përfshin kalan, përfshin betonin, shkembit, ranën, do thënë janë të rralla shtigje që mund të krahasohen me shtegun e Trail Ulqinit. Po, do të thotë shtegu është këtë që përmendet. Sa kilometra gjithsej? Kemi 10 kilometrash, për ata që janë më pak profesionista në vrapim, por kemi edhe 21 që është më sfiduese. Edhe sikur se thash, është një shteg unik i veçantë që nuk ka krahasim me asnjë shteg tjetër. Është një ndër më të bukurit që njerëzit ata vrapues që vinë e shprehin vetë ata. Do të thotë është çdo vit i njëjti apo jo, apo ndryshon? Është i njëjti edhe nuk pretendojmë për me ndryshu, sepse është, thash, i pazavendësueshëm. Pa, është me ndërthurje të jashtëzakonshme të shtegut. Po, sfidat kryesore që hasni në organizimin e këtij eventi? Sfidat janë të shumta, natyrisht mungesa dhe themi ashtu e sponsorëve, por normal se unë nuk e baj diçka përmes sponsorizimit ose kërkesa, vetëm kërkoj që ata të vinë të lajmërohen, por nuk kanë se janë shumë. Aja është sfida, pastaj Ulqini do të hadit tani vetën në një fest. Kjo nuk është krejt kështu, natyrisht. Institucionet kanë hallet e tyre, problematikat e tyre, por kërkoj më tepër që ata të vinë pa pas nevojë me i ftu, sepse ashtu ndodh një ngjarje në qytet, edhe pse mos të jenë pjesëmarrës, si komuna, si organizata tjera, si ata të cilët e nin veten edhe dëshirojnë me sjell diçka të mirë, se edhe ata kanë mësuar diçka për kësaj ngjarje. Edhe Ulqini ka më njoft edhe pak më tepër, edhe pak më ndryshe se sa nifet për plazhin, për detin, për diellin. Ka mundësi Ulqini të jetë edhe shembull i mirë edhe për sportin. Kështu që mendoni se do ishte e rëndësishme bashkëpunimi mes institucioneve dhe komunitetit lokal apo jo në këtë event, por edhe në të tjera, besoj? Po, ne jemi pjesë e komunitetit, Kisha Katolike është në teren gjithmonë, ka dëshirë me një mirë dhe me prezentu mirë Ulqinin. Është shansi mirë për një ofertë mirë, jo vetëm për muajt kur është koha e plazhit, por Ulqini mund vizitohet dhe mund shijohet 12 muajt e vitit. Ne po edham një shansë që përmes këtij aktiviteti, ka disa aktivitete, por kjo është plus. Do thënë, ne e kemi shtuar një ofertë më tepër për të mirën e qytetarëve. Ndoshta edhe rinia edhe fëmia kuptojnë se është mirë më marrë me sport. Sporti ose ajo mbretëresha e sporteve është vetë vrapimi, atletika është ajo primarja, kryesorja për një sport edhe për një aktivitet sportiv. Po qëllimi juaj me këtë organizim, është do të thotë atletika në fokus sporti, apo bashkimi, apo çfarë do ishte si qëllimi? E ka një ndërthurje gjithsesi. Unë jam preftikisht katolike, misioni im dihet se është edhe mrena institucioneve fetare edhe në kishë, por gjithë njerëzit edhe besimtarët e mi nuk rrinë gjithmonë në kishë edhe mrena atyre mureve që është objekti kishtar. Unë dalë dhe i takoj edhe në teren. Kështu që nuk e ka vetëm sporti, po është miqësia, shoqënia, ide,
kur e organizoj, kemi bashkëpunim me shumë organizata sportive që janë edhe jashtë Ulqinit. Sikur se thash, bashkëpunoj shumë me Prishtinën, me organizatat e ndryshme, me vrapimin e nëntorit që bëhet në Kosovë, me vrapimin e Beratit në qytetin e Beratit, me Maraton Albania, domethënë janë gjitha këto grupet e cilat binë ide, risi, jo vetëm për garën, se në fund funit Trail Ulqin nuk e ka një monitorim profesionist të vrapimit. Nuk kam ato sistemin e matjeve të kohës. Domethënë i kam ikë kësaj me kanë mënyrë profesionale si vrapim. Koha, limitet, janë disa rregulla që i kërkon sporti, unë ato nuk e kam. Ne do të bashkohemi aty, do të niset starti, do t'i presim në finish, do t'i dhojmë nga një mirë njohje, nga një... Nuk ka me thonë fitimtar, gjithimi. Edhe pse do t'identifikohet vendi parë, vendi dytë, vendi tretë, por nuk është qëllimi saj, sepse ata që vinë me vrapun Ulqin kanë shumë oferta tjera aty ku bëhet garë e mirëfillt e këtij vrapimi. Por fituesit do të shpërblen me një mirënjohje apo jo? Patjetër, sepse do të kthehen në qytetet e tyre me një simbolik, me një shenjë të Trail Ulqinit, të qytetit Ulqinit, të sportit, të rinisë, do të kthehen me një shenjë. Kanë me lanë një gjurë me ata në Ulqin, po edhe do të marrin një copë të Ulqinit me vete. Po. Ulqin Trail po njihet gjithnjë më shumë. A synoni që në të ardhmen të bëhet ndoshta një event ndërkombëtar edhe më i madh? Apo mendoni të vazhdoni me këtë tempo? Nuk kam pretendime tilla, por vetvetiv shtyn kjo, sepse thash vinë njerëz që kanë këtë aftësi dhe këtë mundësi. Vinë shumë propozime, shumë ide. Një ndër risitë e edicionit e 6 do t'jetë se, edhe kjo po e tham ashtu besoj, do t'jemi prapë me TV Buinin, se vitin tjetër Trail Ulqin do të spostohet në Malsi. Do me thonë prillin e famshëm të Malsis, ku përkujtojmë ngritjen e flamurit nga Det Xheluli, do të kemi një garë, e cila do të ketë emrin, patjetër emrin nga vendi ku do të zhvillohet, por që do të jetë promotor grupi Trail Ulqinit. Kështu që 99% e do të jemi prapë në studio, nuk do të organizohet në Ulqin edicioni 6, por do të spostohet në Malsi. Mirë, kjo është diçka ekskluzive që sapo zbuluohet me ne, por do të thotë maratona do zhvendoset në Tuz. Po, sepse këti veni i kena bërgj, unë personalisht, sa herë vi e thamë dhe nuk kom vjen keq me potencu, në Malsis i kena bërgj derisa të marrim frymë në këtë botë. Dhe organizimet për vitin tjetër, kur fillojnë? Apo njëherë presim që të përfundoj kjo, të ecë që ka në rregull, dhe më pas... Po, dhe kjo është rëndësishme, por kjo më ka ba me kuptu se këto organizime duhet sa kryhet kjo ngjarje, me njëherë të menohet për organizimin e radhës, sepse kalendari janë shumë i ngjeshur. Ne mundohena që mos me u përputhë dy data me dy aktivitete. Për shembull, të kemi një garë këtë në Ulqin, e njëjtën kohë të jetë një garë dikun tjetër. Kemi kujdes në monitorimin e agendes, tana grupet e japin propozimet e pastaj ne i zgjedhim data që mos të binë në kundërshtim njëna me tjetrën. Sepse nëse është një organizim në Prishtinë, vrapus të Prishtinës do t'jenë... Natyrisht, po. Kështu që më njëherë menojmë datën, ne e qesim si propozim, pastaj shohim edhe datat e organizimeve tjera dhe marrim pastaj shumë shpejt fillimet e muajve të vitit që vjen, marrim një vendim edhe shpallim. Në qartë. Atëherë ky event mendoni se ndikon edhe në promovimin e Ulqinit si destinacion turistik për gjithë ata vizitorët që vinë, të thotë që janë pjesëmarrës e kësaj maratone, kështu që mendoni se ndikon në një anë edhe në atë promovimin e Ulqinit? Patjetër, zbat fjalë 150 vrapus, nga një foto, nga një filmimi i shkurt, janë 150 e cilat tash rrjetet sociale bojnë veten, shpërndahen në 4 anët e botës. Trail Ulqin nifet edhe në kontinente tjera. Njerëzit janë të informuar, mund ta shohin live,
përmes rrjeteve sociale, kështu që shumë është mënyrë e mirë e promovimit, pa komplekse, është thjesht një ecje, një vrapim, një fotografi e qastit që mund të banë jehone, tash jemi dëshmitar të këtyre ngjarjeve. Kështu që ulçinin promovojmë në muajin e prill, edhe kjo është shumë e rëndësishme se në muajin e korrek edhe gusht e dim se si është ulçini. Ka të rinj të interesuar përmendet edhe pak më herët që të përshihen nga të rinjt lokal flasët, që të përshihen si vullnetar apo pjesëmarrës. Përmendet që keni atë rinin që gjithmonë aktivizohen apo jo? Lufta ime me rinin time është që ata mos jenë ata që më ndihmojnë në këto raste, por të jenë ata që vrapojnë. Por ulçini ka disa vështirësi, thash, ka disa sporte që kanë një vazhdimsi, një traditë tash të hershme. Vrapimi është aty, është duke ecë me hapa të kadalt, por kemi shpresë, në të ardhmen mund të kemi mbi 50 vrapus të ulçinit, që tash nuk i kemi. Unë i kam rreth 30-40 rini të cilët më ndihmojnë për organizimin, por më shumë kam pas qef që ata 30-40 t'jenë edhe pjesë e vrapimit, edhe të vazhdojnë në të ardhmen, se kjo është dëshira jeme. Do të thotë ata ju ndihmojnë, po nuk marrin pjesë. Po, ata më ndihmojnë për mbarvajtjen e organizimit, që është e domosdoshme edhe ajo patjetër, por unë kam qef rinin t'jenë sportista, ka një jetë sportive, pa marrë parasysh jo vetëm vrapin, po kanë edhe angazhime tjera, ka edhe sporte tjera. E prekrahi edhe sportin e futbollit, e gjitha sportet tjera. Vjen mirë kur ndëgjoj për sukseset që kanë, pse jo mos të kemi edhe një kampion, apo kampionesh edhe në vrapimet e ndryshme. Jam shumë i lumtur se kam marrë pjesë në një garë vrapimi në Malta, kur kemi qenë edhe ne pjesë nga ulçini, por atje bëjmë fjalë për 7.000 vrapus. Edhe ne si grup kemi tregu dhe rezultatet mira, sepse nga ulçini kemi nxanë vendin e 29 në mesin e 500 garueseve. E kështu që ka shpresë për njerëz që t'jenë sportista dhe që t'kenë edhe një rekord, pse jo. Dhe në cilin vit u organizohen kjo në Maltë? Këtë vit, para një muaji, unë kam qenë me një grup për ulçinit, kemi marrë pjesë. Do të rinj të gjitha, apo jo? Nikolina është një vajzë 17 vjeçare, ka aftësi edhe është dedikume për vrapim në 10 km, ishte 29 në mesin e 500 garueseve. Kështu që një sukses i mirë, për mi motivu dhe tjertë. Po, por keni ndonjë, të them, mesazh apo porosi për gjithë ata që ndoshta duan për herë të parë të marrin pjesë në këtë maraton, të ju bashkangjiten? Aty kam lubu mas shumë të që i kam ftuar njerëzit që të vinë, sepse ata mendojnë se është domosdoshme që ato 10 km patjetër duhet me i vrapu. Jo, nuk ke nevojë që ti vraposh, mund edhe të ecësh. Nuk është e ndalume, nuk janë njerëzit e përjashtuar. Domethënë mund vinë secila mosh, duke marrë parasysh shtegun, por në një pjesë e shtegut që mund të jetë pak me vështirësi, nuk është e domosdoshme që të kalohet në atë pjesë. Mund ta shijojnë, t'jenë gjithë pjesë se cili qytetar, ata që janë sportista, po ata që nuk janë sportista, kanë mundësi, sepse, sikur se thash, nuk është ndalume që të ecish, ta bësh një ecje 10 kilometrash, shkojsh deri në atë pikën që është e caktuar, të kthesh mbrapa një ecje, e cila hyn në pjesën e pjesëmarrjes. Kështu që është mirë të jetë një masë e madhe, qyteti ta nin veten në një festë. Kjo në Chamonix të Francës më ka bërë përshtypje që është qyteti me mas shumë t'i gara vrapimi, edhe tonë qyteti është pjesë integrale e organizimeve. Spaku kur kalon një vrapus, gjithë ata që janë buzë rrugë e përshëndesin, duart trokasin, e motivojnë, e tjerë. Kështu që mendoni se do duhej që edhe kjo kështu të jetë edhe në ulçin. Po, dhe ulçini, njerëzit familjarët dalin atë ditë në periudhë kohe, t'i shohin garusit, po t'i shohin edhe fëmijët e tyre që vrapojnë, po t'i shohin edhe ata që ndihmojnë, që domethënë është diçka e mirë për qytetin edhe për njerëzit. Atje edhe njëherë nga cila moshë mund të marrin pjesë, cila është ajo mosha më e vogël? Mosha më e vogël në kategorinë e lehtë.
edhe nanat me fëmijët në karrocë, atë pjesën e shëtitores, mund vinë edhe... Mund t'ju bashkëngjiten. Po, do të kemi edhe asi surpriza, sepse veçanërisht duke ndodhur nëpër vende të ndryshme, ku i vënë fëmijët në karroca dhe ecin e vrapojnë. Kështu që nga ajo moshe kemi deri në moshën 82 vjeçare që do të na vinë në garë, që janë vrapus ka hershëm të shumë maratonave, do t'i kemi të pranishëm edhe në Trail Ulqen. Me të vërtetë diçka e bukur. Mirë atje për ju personalisht, çfarë do të thotë e gjithë kjo? Kam dëshirë që njerëzit të ndahen të lumtur, të marrin me vete shpirtin e garës, por edhe buzëqeshjen, sepse më kërkojnë gjithmonë cilat janë kushtet për regjistrim, sepse në disa raste edhe bëhet pagesën për garat e ndryshme, por unë e kam pa pagesë, është e hapun, e lirë, thamë merrni me vete shpirtin e aventurës, por kjo nuk ka një shprehje jam, ja ka marrë dikun të një organizat tjetër, edhe eja me buzëqeshje në Ulqen edhe kthehu të shtëpia me buzëqeshje, kështu që motivi jam është që njerëzit të jenë të lumtur, të kenë mundësi të jenë së sepse është një rrjet vrapus cilët e ka një lloj miqësie, një lloj shoqënie që vazhdon sepse ne shihena në gara tjera, sepse më njëherë pas saj janë gara tjera me të cilat ne kthehena, bisedojmë. Në Maltezia, por edhe jashtë vendit. Edhe jashtë. Domethënë të i fillu prej Ulqinit deri në Australi. Kemi një ndër një vrapus veteran i cili po kompleton gjitha vrapimet botnore më të famshme, të i fillu prej New Yorkut, Bostonit, Chicagos, me rezultat shumë të mira, kështu që e përshëndes, është doktor Skender Gashi, që do t'jetë i pranishëm në Ulqin, e pas Ulqinit e ka në Londër, që është një ndër maratonat më të famshme të botës. Kemi njerëz të tillë që vinë e promovojnë Ulqinin edhe marrin një copë Ulqin edhe çojnë në Londër. Kështu që bluza, që do t'jetë logoja dhe shkrimi Trail Ulqen, do të vazhdon gjatë nëpër gara tjera. Është një gjë pozitive për komunitetin. Dhe për fund edhe ai vizioni juaj për të ardhmen e këtij eventi, cili është? Thjesht qytetarët me pranu se është diçka e bukur, me duar trokit, me buzëqesh, edhe natyrisht, sikur se thash, gjatë këtij vitit do të punojmë fort që një copë Ulqen ta sjellim e ta shkarkojmë këtu në Malsi. Malsia për trail, aq sa kemi hulumtu shtigjet, edhe këtu mund të jetë një shteg ose një pamje ose një mundësi e mirë për këto gara, jo vetëm regionale, por me thënë drejtën edhe botnore. Nuk të shoh aty dhe mezi presim të shohim edhe organizimin e këtij eventi. Atëherë më mbetet të t'ju falenderoj shumë, t'ju uroj shumë suksese pasi që pak ditë na ndajnë nga ky organizim i madh dhe ishte kënaqësi. Faleminderit për gjitha informacionet, detajet, duke shpresuar që të ketë sa më shumë pjesëmarrës dhe t'ja kaloni sa më bukur. Faleminderit. Faleminderit TV Buinit që gjithmonë jeni të gatshëm, kështu ju presim në Ulqin. Mirë se vini, pastaj nga Ulqinit do të sjellim atmosferën në Malsi. Atëherë më mbetet t'ju falenderoj edhe ju për vëmendjen, gjithashtu ju ftoj që të bëheni pjesë e Ulqin Trail dhe shihemi në emisione tjera. Mirupafshim.
bravo.